Miq të dashur, jemi kthyer përsëri dhe si thash edhe më herët është koha e fundvitit. Tash s'po di me thon. Tash s'po di me thon. Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi ne. Mirëmbrëma, jeni me emision. Po dal. Shikues e emisionit Kontakt, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi. Apo më fol. Shikues e emisionit Kontakt, përshëndetje. Palestra e sporteve në Prishtinë është duke marrur një pamje krejt tjetër, kjo fal investimeve që janë duke u bërë atë. Investimet... Lebre burse e bëj live po ik! Lebre burse e bëj live po ik! Tashmë jemi shumë afër festave të fundvitit. Shpërndë një herë. Mesazhet dialogu sot kanë quar edhe mjeftiu i Kosovës Naim Tërnava dhe i peshvi i peshkëzisë të Kosovës Dot Gjergji. Peshvi i peshkëzisë të Kosovës Dot Gjergji. Nesër festojmë 104 vjetorin të pavarësisë së Shqipërisë. Ku. Atë në qatë po... Qumë e delja! Sot jemi me një atmosferë festive me nder të festës së Shqipërisë. O zot, kush është ato të maj premteren, t'ja thej qatë dorë. Faleminderit Valdren, sot në fakt ka pasur disa zhvillime interesante në futbollin vendor. Klubi futbollistik i Prishtinës ka konfirmuar pjesëmarrjen në një turne prestigjioz që mbahet në Gjermani për skuadrën U15. Në anën tjetër, lëvizje ka pasur edhe te disa skuadra të Superligës, të cilat janë në vazhdim e përforcimeve para fillimit të stenorit pranveror të edicionit 2016-2017. E shikuesit e Kontaktit pas këtyre dy materialve do të mund të ndjekin edhe të rejat e fundit rreth legionareve dhe nga sportin ndërkombëtar. Në kaq nga Unarti vazhdoni të qëndroni edhe me me Valdrinin. Një marrë kuponat fiskal, se ndihmojnë shtetit, edhe një farë mënyre kjo parandalon edhe ekonominë informale. Pra, japëm llogari për ato që i blejnë, edhe biznesit, si biznesit që shojnë kuponat fiskal, po dhe ne si qytetarë. Aso banë. Apo dëgjon, jemi këtu direkt nga vendi ngjarjes ku qytetarët tashme erdhëm. Jo, tash, a do të ndikojnë deklaratën koalicionin? A do të fitoj kandidatit në fakt? Po, në drejta ku fiton LDK Andranis për shkret? Ku fiton LDK Andranis për shkret? Ku fiton LDK Andranis për shkret? Me të filluar rruga për në Rugov të në Mahnitin Bjeshk. Jo se gabova. Ku po merë? Në test? Në hamburger komplet. Po, gati gnisja. Shurime ditëlindja për mua, inshallah shumë vite. Shumurime për ty, shumurime për lauretën, shumurime për lauretën, shumurime për të... Zjarrrr, bataljoni, one nuk ka... Shkojmë! Breve! Nal! Tash kë ka bëj. Na veç e kena kryer intervistën, se qashtu kena me lidh. S'ka mirë mrama, Jo, s'ka mirë mrama, ti këshe u takove me mu. Këshu takova, ha? Qa bo, që shka lut? Qa po bënje, qa po vini? E tash atë njera, jo. Tash une kur t'vi tash mu bo kishe në akit në regull, tash une kur t'vi tash mu bo kishe në akit në regull. Të ndëruar shikues, kemi arritur kështu në fund të kontaktit special. Nga unë urime vit i ri, me shpresë që do t'jetë një vit me... Edhe njerë.
Ne urojmë vitin e ri me shpresë se do të jetë vetë më i mirë për të gjithë qytetarët. Ne urojmë vitin e ri me shpresë se do të jetë vetë më i mirë për të gjithë qytetarët. Ne urojmë vitin e ri me shpresë se do të jetë. Ne sonte në studio do të debatojmë në debatin e parë për zgjedhjen e Drenas me kandidatin e nismës për Kosovën, zotin Isa Smajlaj, më falni, kandidatit të nismës për Kosovën për Drenas. Lemza, qa ko me thonë bre? Pani, ojnë nu bre! U valojnë qyrat ma kanë mshilë që të hunë krejt, vish me shito. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, po në festën e cila nisi para se listë së Partisë Demokratike të Kosovës. Fort Dardoni tha që aty janë të vendosur se litet gjitha partive realisht. Qyri tekstën së sens kom të shkrume. Përshëndetje. Ajo po hajtë që ju mbusi ata, amëjme. Po des, ako ma mirë se më dashnia, kalzëni njerës. Jë pra. Lemza. Hajda, ja nesëm. Gëzuar mesh.